E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak intervistën që Miri dha ditën e sotme. Në fakt Miri është shumë diplomat, është shumë i zgjuar, është shumë inteligjent për të ikur nga pyetjet që në fakt Sidorela adreson të kundër drejti. Të nisim që me rastin e Ilir Vrenozi, do me thënë Miri e la të kuptueshme, nga jo që unë arrita të kuptoj, pasi që Sidorela e pyeti tha mund të kalon Iliri në zonën e Myslimshyrit, Miri tha që është zona më e bukur, është zona më frekuentuar, unë tha aty tha kaloj tha një pjesë të ditës, do me thënë Miri nuk e kalon dot atë deklaratën të Iliri që i tha të më hash që nuk dua ta përmend. Dhe inatet dhe mlefet si që duket pas kanë ngulitur këmbë tek Iliri dhe tek Miri. Por më shumë që në fakt publiku dëshiron që të di edhe besoj që dëshiron që të dëgjon, ishte analiza e tij për lojën e Selin. Do me thënë, nga jo që unë arrita të kuptoj, nga e gjithë intervista, Miri e nxori situatën sikur ai Selinën e ka respektuar si një vajzë brenda, e ka nderuar si vajzën e tij, do me thënë nuk ka patur asnjë lloj pëlqimi kundër drejt saj, asnjë lloj simpatie kundër drejt saj. Do me thënë unë këtë gjë dëgjova tek Miri. Për babain e Selinës në një farë mënyre arsyetoi, në një farë mënyre e quajti si një njerëz të nxituar, por e pash që Miri ishte i thyer në shpirt dhe siç duket, pamja e tij do me thënë tregon krejtësisht tjetër gjë të asaj që Miri e thot. Ka patur shumë hamencime në fakt që nga deklarata në post Big Brother që Miri dha për bashkëshorten e tij, për Abean dhe për vajzën se si qëndron ai në raportin familjar, do me thënë na ka ndryshuar diçka mes tyre. Rabea kishte udhëtuar drejt Gjermanisë, Miri tha që jo. Raporti jon tha është shumë i mirë, gruaja e tij e ka mirë kuptuar këtë gjë sepse në fund të ditës ajo e njeh se kë ka burr dhe e di se deri ku janë limitet e Mirit. Unë mendoj që edhe për komentet për Gimbon që tha që do me thënë është djalë i thjesht, është djalë i pakapshëm, unë mendoj që Miri brenda vetes së tij, do me thënë ka një lloj mlefi dhe një lloj inati kundërdrejt gjithë asaj loje që u bë, sepse ai dhe vetë do me thënë e ndjen këtë gjë se ka dalur si i përdorur nga kjo shtëpi. Tani për që treguan qytetari, për shembull familjarët e Mirit, në këtë rast babai, nëna dhe vllau ishte jashtëzakonshëm, ato nuk është se kanë folur me gjuhën që foli babai i Selinës për Mirin, por normal për një baba është e vështirë që të shikon vajzën e tij përfshirë në një krevat me një djalë. Unë e kam thënë, në momentin që duheshte të bëret arsyetimi, gjë që Miri nuk e bëri edhe sot, do të thënë Miri e nxori situatën që ai është tallur në një farë mënyre, e ka pas loj punën me Selin, nuk e ka patur të vërtet. Në një moment ku ti nuk e arsyeton vete në asnjë formë dhe ti e merr të gjitha të barën përsipër, do marrësh këtë. Miri, pa marrë parasysh që i dha përgjigjet, e vlerësoi Markon shumë pak e vlerësoi rrugtimin me Rogertin, do me thënë marrëdhëniet e tyre më janë shkatruar, nuk do të ketë më shoqëri pas këtij Big Brotheri. Unë mendoj që Miri nuk diti që të del nga situata, nuk diti që të arsyetohet dhe sot ndoshta po i vuan këto gjëra. Gjithsesi, ai ishte i lumtur për Big Brotherin e tij, ndjeshte i kënaqur, por e pash një lloj shqetësimi shpirtëror që Miri e kishte. Ndërsa te deklarata me Selin, unë besoj që Miri nuk është i sinqert, sepse veprimet e tij për qëndrimi që ka patur te Selin dhe mos harrojmë ato momentet me syze kur Miri qëndronte brenda në shtëpi, do të thënë ishin krejt fokusi te ajo dhe e kishte styrin te ajo. Tani për Gimbon, unë mendoj që Miri e ka një farë inati Gimbon, atë inat e ka treguar dhe brenda shtëpisë, sepse Miri është sebepi që e nxori Gimbon nga shtëpia. Ja mori Selinën, ja shkatroi marrëdhënien dhe është më se normale që të flet kështu. Por gjithsesi Miri ishte i lumtur me familjen dhe filloi që edhe të përlotet për bashkëshorten e tij.